Kurbanat tonë vëllazni janë an'amt. Kështu i thot Allahu Azza wa Jall. An'am janë that, dhit, lopt, devet. Këtu janë an'am. Kur të them kanë kështu me katra, por mos me ta përsëri gjithmonë që janë that, dhit, lopt dhe devet, do të them kanë kështu. Edhe do të them an'am. Më e man këtë emën, për shkak se emri, nëse nismi pe emrit e kupton që janë jashtëzakonisht me rëndësi an'amt. Njerëzit vëllazni sot, Arabt, edhe ata që kanë marrë pe Arabëve krejt, ju thonë hajwan. Allahu ju thot an'am. Edhe ky vllavi kur Allahu i thot an'am, unë ju them an'am, edhe nuk lodhna për këtë. An'am e kanë emrin an'am që vjen pe foljes e mirë, mirësi për muslimanët. An'am vëllazni kanë vlerë jashtëzakonisht madhe. Shumë madhe. Edhe me këta do të mënona sot me përmend do pe vlera të an'amëve në përgjithësi, domthonë këtu në katra në përgjithësi, tani do të këshirojmë veçantisë se cilën prej tyne. An'am dham i kanë të mira. Unë vetë tham traç edhe po mënona me fol që folën shpitame për me kanë shumë e qartë për musliman. An'am that, dhit, lopt dhe devet, prej tyne mundesh me marr tamel, mundesh me marr mish, mundesh me marr lkura, mundesh me marr kimet e tyne. Pelkura u tyne mundesh me ba kulma shtëpia, mundesh me ba shtroja, mundesh me ba mloja. Kime u tyne mundesh me ba mbuloja për muslimant. Pe tamli tyne mundesh me përfitu shumë. Pe mishi tyne mundesh me përfitu shumë. Këto dy janë veçanti, janë ushqimi muslimanëve, i njerëzve në përgjithësi. Domthonë tamli edhe mishi janë ushqimi muslimanëve. Ushqimi vllaznin din është pe mirësive të Allahut Azza wa Jall. Allahu kur don me kallzu që Allahu është ai që meriton më adhuru, thot yut'im wala yut'am. Allahu është ai që furnizon me ushqim, nuk ushqehet Allahu Azza wa Jall. Kështu Allahu Azza wa Jall me këto të kallzon që Allahu është ai që jep. Dikujna pe muslimanëve sot kur ti thosh që na sot po dojna me fol për an'am, se pe an'amve po mësh me marr tamlin, nuk e lëshaj kjo. Unë po them se vëlla, nëse don ti më kuptu musante, shka dhe vete, në qofë se jeti në moshën 40 vjeçare, të është ai që jetë mëni, shka dhe vete pe babave dhe nanave të tonat muslimanve, vete i thuja ka dikush në familje tonë, që është gjallë, duke falendru Allahun që në qatë kohë ka pas tamel dhis. E dëso njëre vëzni, pe muslimanve, neve shqiptarve, është gjallë sot, se kur u ka një vogël ai elhamdulillah kanë pas një lopë dhe ka qit ka pak tamel. Nështë mos me pakon tamli lopës, dikush pe vllazëve tonë si shkon gjallë hiç. Kjo është ajo tema jonë. Jashtëzakonisht me rëndësi. Për më kuptu ma lehtë vllazni, provova më u kthy në kohët më hershme. Kurajsht, kur kanë folë për an'am, kush fa rregullash vllazni? Kanë thonë çka ma fi butuni hadhihi al-an'am khalisatun li dhukurina wa muharramatun ala azwajina fa yakum maytatan fahum fihi shuraka. Ka borrella por an'am. Ka thon çka në barkat e këtyne an'amve, nëse është e gjallë, ajo që është në barkat e tyne, kur del nëse është e gjallë, është veç për burra. Nëse del kur del është e coft, e ngard, atëre mujna me hangar burra dhe gra bashk. Ko vllazni? Domethënë pe asona që s'kan pas, i kanë bë këtë rregulla. Domethënë rregullore kanë bë por ato që kanë barkat e an'amve. Pse e kanë pas ushqim. Çfarë ushqim sa që edhe coftinat e tyne i kanë hangar. Ne edhemi që në musliman nuk lejohet me hangar ato. Ta po mënona me të kallzu që në kohë përpara, kur s'kan pas, u kanë gjithçka. U kanë ushqim edhe u kanë uj edhe tamel, uj e zaventson, edhe mishi e zaventson ushqimin, edhe ki me hangar edhe me pi, pe an'amve. Nuk ka mjetë që mundesh me bleti edhe me thonë dil habari që ty, edhe prodho ma mu do tamel edhe do mish. Ka diçka? S'ka, përveç an'am. An'am të janë gjithçka për njerëzit vllazni. Por që ata Allahu Azza wa Jall kur ti përmend, për shembull gjuzën e fundit, në 20 faqet e fundit të Kuranit, vetëm gjuzën e amme, gjuzën e fundit, i përmend Allahu kështu. Këtë Koranin ku kanë veç këto, i përmend dy herë. Mata'an lakum wa li an'amikum. Ato që ka zbrit Allahu pe ujit, edhe në gjallë tokën, janë çka janë mirësi për juve edhe për an'am të juve. Juve edhe an'am, juve edhe an'am të juve. An'am janë dhe hadh dhit, lopt dhe devet. Për me kuptu sangat mirësi për juve edhe për kanë, për an'am të juve. Në surën Yasin, thot Allahu Azza wa Jall, a nuk e shohin ata
që na kena kriju për asaj në që kam punu durët e tona en'am. Zakonisht në rëndësi kjo vëllazë. Allahu azza wa jall e ngrit krijimin e en'amve. A thot Allahu azza wa jall e kena kriju ekstra për ta kena kriju en'am. Kur ti përmend Allahu azza wa jall en'am i përmend jashtëzakonisht interesant. Thot Allahu azza wa jall për shembull, Allahu është ai që ju ka kriju juve, wal an'ama khalaqaha, ju ka kriju juve, wal an'ama khalaqaha. Edhe en'am juve, edhe en'am. En'am kanë këto katër Allah. A përshaku ku e në en'am? Këto e në ato që na do t'i presëm kurban me lejon Allahut azza wa jall. Këto do të kuptojnë në asante. Në qoftë se muslimanët shkojnë me prejnë e kurban, edhe nuk e din çka për presin, shprova, do me prej diçka për kurban për Allah, mirë për nuk e din çka i të prej, nuk ka vlerë, nuk është vlera njëjtë sikur ai i cili e din me çka është të prej. Të tashtit, e morë vesh që kurbanat e tonë, për kurbanat e tonë, po më që me marë tamel, po më që me marë mish, po më që me marë shtrojë dhe mloj, dhënë qëto që i dohen insanet, komplet. Dhënë, ku shkështë është me prej kurban, është sikur kur i thua Allahut që one të pimrit tam, të hangrit tam, shtrojën, mlojën, shpinë tame, i baj kurban për ty. është kurbani vëllai. Kjo është kurbani. Tashti e presin muslimanët kurbanin kur të kuptojnë kështu. Allahu azza wa jall kur flet për popujt e mëhershëm thot Allahu azza wa jall li kulli ummatin ja'alna mansakan. Për çdo ummet që ka kalu, Allahu ka bënë një lloj të adhurimit që ata me falendërua Allahun ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Por shkak se i ka furnizuar me an'am. E ka bënë formë të adhurimit për ummetet më përpara neve, që ata me adhurua Allahun për atë që i ka furnizuar Allahu me an'am. Neve muslimanëve kur shkojmë në hax, thot Allahu azza wa jall, por me falendërua Allahun ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Në hax me falendërua Allahun që ju ka furnizuar Allahu me an'am. Çto janë an'am? Tuan që na zdojna me një për tu aslohen me mësusat për an'am. Të monalt me fol në mojt ders për lopën. Na vesh kur dojna me nënshmu dikajnë folën për lopën. Për nyshi, kur flet për lopën disotit, jashtëzakonisht me nësi. Shumë me nësi dha. Ngo shejtanin. Qysh ka fol shejtani për an'amt. Ngo që ka thot shejtani? Shejtani ka fol la udillannahum. Kom e deviju njerëzit. Wala umanniyannahum. Kom e ju dhanë shpresa pa fond. Veç me thonë, banja të qështu, se mirë ka me dalë. Të thënë fundit. Kom e deviju, kom ju premtu, premtimet kota. Wala amurannahum fali yughayyirunna khalq Allah. Kom e urdhru ata me ndryshu krijimin e Allahut. Qëtë në mesa, dhe që ka vlazni, që të qme. E para, kom e deviju, e treta, e dyta, kom e premtu aty në premtimet kota. E fundit, kom e urdhru ata me ndryshu krijimin e Allahut. Kjo në mes, kjo gjithsesi që më është shumë e madhe. Kjo që ka thonë këtë në mes? Ka thonë, ku me urdhru ata me prej dheshten, me au prej dheshten në ambe. Në vendin tonë, vëzni, kur të hanë në amt lapt, kur të hanë diçka që infektohet, lukët i tyne dhe fryhen, mushën ajri, ja presin vesht. Jo që ju krym pun kjo është medrese e shejtanit. Jo që ju krym pun ajo, kur gjas krym pun. Edhe ata e din që kur gjas krym pun. Kjo është për asana që shejtani dënë mi shkatru e namt. Shejtani nuk dënë që mi pas në e namt. Kurse zi, këto katra nuk dënë mi pas shejtani. Këto e në mirësi për neve. Thot Allah azza wa jall, Allah është ai që ju ameddekum bi an'amin wa banin. Allah ju ka dhënë juve an'am, të katra, wa banin, edhe fmi. An'am wa banin. Katra, këto katra, lap, dhet, dhita, dhe devet, edhe fmi. Me këto e ka bashku, me këta ka bashku, va. I te nuk e ki sa me vlerja në namë. Për lyshi, a ka diçka që ja vlen, një diçka pa vlerë me ba kurban për Allahun, s'ka mësi, va. Aje që do të bajsh kurban për Allahun, a është shumë me vlerë. është gjithë shka, që ato do të bojnë në kurban për Allahun, aje që është gjithë shka. Thot Allah azza wa jall, për Allahun tanë, falu edhe prej kurban. Për Allahun tanë, falu edhe prej kurban. Pej Adem a.s. Djelte Adem a.s. idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima. Djelte Adem a.s. vllazërit ton kanë prej kurban. Nuk është diçka e umetit veç Muhamedit a.s. Gjithmonë ka pas në tokë dikush i cili ka bë kurban, diçka për Allahun azza wa jall. Po besoj që me këto vëllazni është bëhe qartë që janë njerëz zakonisht më rëndësi.